Kanali vaditës i Klosit që mban nën ujë gjithë luginën e Matit me vaditje nuk është ende gati, për shkak të vonesave në tenderimin e zërit të punimeve që duhen bërë për këtë vepër vaditëse, puna ka nisur tani. Firma e cila ka fituar zbatimin e projektit për të bërë të mundur pastrimin e kanalit dhe riparimin e dëmtimeve të pësuara nga gjatëstinës së vjeshtës dhe të dimrit, ka nisur punën në terren. Puna është ndarë në 4 lote, ku po punohet njëkohësisht. Përfaqësuesi i firmës zbatuese të projektit Basir Salaj tha se kompania ka vendosur të gjitha kapacitetet e saj në dispozicion për të vënë në funksion të plotë këtë vepër vaditëse sa më shpejt të jetë e mundur. Mendoj që në zënisht ka 20-25 qershori. Ka dëmtime shumë? Ka. Ka ndarë ca gjëna pa parashikuar. A janë prish vepra shumë? Jo shumë, por është pjesa më e vështirë, është si thënë në vendin e quajtur shpella e argjive, sipër shpellës argjive. Rrëshitje shumë madhe, ka një masiv madheu, edhe nga poshtë dhe nga sipër. Dhe zgjidhja që kemi menduar ne është me tubacion HDPE quhet, për ta kaluar me sukses, sepse afati për evaditjes është shumë i afërt dhe jemi shumë vonë. Që do mundohemi të bëjmë pastrimet në diçka që është tepër e domosdoshme, që kanali të vjetë eficient. Kanali i Klosit është vepra më e madhe vaditëse në Mat, pasi përfshin për vaditje qindra hektar tokë bujqësore nga qyteti i Klosit e deri në fshatin Zenisht të Bashkisë së Matit.